Volejbolli është një sport që kërkon shumë energji, disiplinë, mendim të shpejtë dhe bashkëpunim me ekipin. Është një përpjekje kolektive. Në qytetin e vogël dhe simpatik të Klinës, me stingujve të zhurmës së shkollës dhe ritmit të jetës së përditshme, po lind një talent e re në sportin e volejbollit. Ajo është vetëm 15 vjeçare. Është kjo Loreta Laskaj, vajza nga Zllakuqani i Klinës që pasionin për volejbollin e ka që nga koha kur ishte fëmijë. Kam qenë gjithë një fëmijë aktive dhe kam marrë me aktivitete dhe sporte të ndryshme. Ajo flet me pasion dhe endje për volejbollin dhe ambicjet e saj, si dhe për kushtimin e madh që ka për këtë sport. Synim ka të vazhdojë të përmirësohet dhe të bëhet një lidere në ekipin e saj. Ëndra e saj është të luajë në nivele ndërkombëtare dhe sigurisht që një ditë ta përfaqësojë edhe Kosovën. Po një ndër synimet e mia janë këtu për të luajtur për Kosovën jashtë vendi. Edhe për trajnerin e ekipit Sami Millaku, Loreta është një talente që premton shumë. Loreta ka filluar vitin, më sa më kujtohet, vitin 2021. Ka qenë moshën 12 vjeçare, edhe si fillestare. Po Loreta është një vajzë që ka potencial, ka kapacitet. Loreta i plotson tana kushtet, tana kriteret, tana predispozitat për më konë një lojtare bashkë nivelit për një mesatar. Për vitin 2024, nga Drejtoria Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Klinë, Loreta është shpallur edhe si shpresa e volejbollit. Nuk e kom prit që merr ndaj vajzë tjetër, por për fund, Loreta ka edhe një porosi. Duhet të kesh disiplinë dhe me atë mund të arrish çdo gjë.